Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Tiranë, në Prishtinë, në rajonin tonë dhe me gjërë në dy konflikte, dy vatrat e hapura në Ukrainë edhe në lindjen e mesme. Gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me mikun e emisionit tonë, zotin Arjan Gaxheti. Zoti Gaxheti, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Ribolla, faleminderit për ftesën, i përshëndes gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit ju. Zoti Gaxheti, do ta nisim me atë që po ndodh në Prishtinë, ku në orët e fundit kam parë që ka shkaktuar reagime shumë aksioni në veri, pra në liçenin e Ullimanit, në shembjen e disa vilave, shtëpive aty që sipas qeverisë janë pa leje, kemi reagim të Serbisë, kemi të Bashkimit Evropian edhe të Gjermanisë që kanë kërkuar që të ndalet ky aksion. Po më konkretisht për publikun, si mund ta shpjegoj çfarë është kjo? Është një tjetër aksion I kurtit për treguar vendosjen e sovranitetit në veri, apo vërtet lidhet me kanalin e Iber Lepensit edhe ka shkaktuar problem në funksionimin e tij? Jo, zotëri Bolla nuk ka lidhje me integritetin territorial. Fatkeqësisht po duhet me ripërsërit për disa herë se s'ka qenë asnjëherë problemi I territorit atje, sepse territorin dhe kufimin e ka vendosur KFOR-i kur ka intervenu këtu. U fut brenda Kosovës, e ka vë kufit mbi bazat e të cilave e ka përgjigjen e pavarësisë Kosovës edhe gjykata ndërkombëtare apo opinionin e saj, të cilën kryeministri jon sot më së largu e përmendi atë. Do të thotë mbi disa përmisa të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjykata ndërkombëtare jep opinionin e cila ka thënë se nuk e ka dhënuar ligjin ndërkombëtar shpallja e pavarësisë së Kosovës. Një ndër këto përmisa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës apo kushte saktësisht për të qenë është sigurimi I kufinit. Sigurimin e kufimit e ka bërë KFOR-i me hyrjen e saj, po ashtu sigurimin apo kontrollin mbi popullatën brenda territorit të Kosovës e ka bërë KFOR-i. Dhe këto janë dy prej kushteve kryesore të cilat edhe përmenden nga gjykata ndërkombëtare si parakushte për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Nuk kemi të bëjë këto me integritetin territorial, fatkeqësisht neve duke u fokusuar në si kisha me thënë në les për humbim pamjen e pyllit çapo ndodh. Do të thotë kemi takime të reprezentuesve të Serbisë apo qeverisë së Serbisë me hierarkinë e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është ai sekretariati I departamentit të shtetit dhe takime të tjera të cilat ne nuk I kemi tani. Pra një fjalë për nivelin e dialogut strategjik. Po pra, dhe kemi parë tani së fundmi po ashtu patrollimin, inspektimin së bashkut në mes të ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it përgjatë Grey Zones apo aty tokës mes kufinit në territoret tona. Do të thotë bashkëpunimi I NATO-s me Serbinë po avancon, përderisa ne kemi një lëkundje me alatët tonë sa I përket. Nuk ishte as përfaqësues në Stamboll, në Turqi, në Ankara, në samitin e NATO-s, në mos gaboj, Kosova nuk ishte as trup delegacion, se mund ta themi, për paradën ushtarake në Francë. Pra janë disa mungesa. Saktësisht zotri Bolla do ta godasim aty në kokë gjarprin siç thot populli apo nuk do t'i ndjekim fërkem të ujkut, po do ta shohim ujkun se ku është. Ujku dhe pika kruciale e Republikës së Kosovës është aleanca e saj me shtetet aleate, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë e ka thënë edhe vetë gjykata ndërkombëtare tërthorazi që shteti I Republikës së Kosovës, shtetësia e saj varet direkt me marrëdhëniet e saj bilaterale me shtetet e tjera dhe arritjen e saj në sistemin ndërkombëtar për njohjen de facto dhe de jure nëpërmes organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe ato tani në kohën që jemi në mënyrë bilaterale me shtetet e tjera. Gjë të cilën nuk e kemi avancuar, kemi regres në këto vitet e fundit dhe fatkeqësisht këtë hapësirë për shfrytëzon maksimalisht dhe do të thoja po abuzon shteti I Serbisë.
për të kaluar tek situata politike, presidenti janë detyrë njoftoi pra që do të njoftoj datën për mbledhjen e Kuvendit konstituimin ditën e premte. Jemi afër, ka ndonjë marrëveshje politike aty apo po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja? Jo, nuk besoj në marrëveshje politike në mes e cila është proklamuar dhe është bërë reklam mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes. Do të thotë zhvillimet e fundit brenda Partisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës e bën pamundshme një marrëveshje të tillë. Do të thotë sa i përket kësaj marrëveshje e cila është shumë përfolur, mundësitë e saj për të arritur është minimale dhe pothuajse jo ekzistente, sepse brenda reprezentuesve të Lidhjes së Demokratike të Kosovës në Parlamentin e Kosovës ka një numër i konsiderueshëm i deputetëve të cilët nuk e përkrajnë këtë marrëveshje. Dhe si e tilla ajo nuk mund të arrihet. Po mund të kemi me PDK-n sepse në mos gaboj pak më parë kishte një deklaratë nga një ish deputet që tha që duhet jemi të hapur. Po, tani PDK-ja i kishte kushtet e veta, sa kam unë informacion, kur kishte në takim zotëri Hamza me zotëri Kurtin, zotëri Hamza i prezantoi do të thotë interesin e tij dhe partisë së tij, megjasa nuk ka pas ujdi mes tyre dhe si rezultat zotëri Hamza doli dhe tha se ne do të qëndrojmë në opozitë. Megjithatë, PDK-ja nuk do të hyjë në koalicion me vetëvendosjen përderisa nuk i plotësohen kushtet e saj, dhe vetëvendosja nuk e ka një interes të ketë një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, mbi të cilën ajo është rrit dhe i ka marrë elektoratin e LDK-s duke akuzuar Partinë Demokratike, dhe kjo do të ishte një ramje e votimit të vetëvendosjes nëse kjo marrëveshje do të arrihet. Pra në vjesht, sipas gjitha gjasave, do shkojmë për zgjedhje të reja. Gjasat më të mëdha që të shkojmë në zgjedhje të reja është tani edhe e pa alternativë që mos ndodhë në vjesht. Për të kaluar, përpara se të shkojmë në Tiranë, keni një opinion për mënyrën si kanë ecur protestat, duke qenë se në dy bisedat e para ne kemi folur bashkë? Po, kemi folë, zotëri Balla, zakonisht unë nuk i ndjek i lajmet se çka është ndodhur, nëse mund të më thuash se ku qëndrojnë protestat. Ka një rënje të numrit të protestuesve. Po. Normalisht ndoshta e pritshme edhe për shkak të temperaturave, është mbi 50 ditë, pushimet që janë në mes, por edhe ka filluar të krijohet edhe një kuvent qytetar nga një pjesë e protestuesve, jo gjithë janë dakord. Megjithatë, çdo natë ritmi është mbajtur i numrit, protestuesit kanë qenë në shesh, pak apo shumë kanë qenë. Po, tani unë e kam marrë përgjigjen qysh në fillim, do të thotë brenga ime kryesore ka qenë se pse nuk ka leadership brenda kësaj proteste, do të thotë nuk ka njerëz të cilët e marrin përgjegjësinë dhe i shtrojnë kërkesat e tyre politike. Dhe me mungesën e kësaj, do të thotë kemi thënë që kjo mund të eskalon në një luftë civile ose të shuhet pa arritje të ndonjë qëllimi. Dhe me gjitha gjasat, faktorë të ndryshëm si thoni ju temperaturat, por edhe po të mos ishin temperaturat, do të ketë fraksione pastaj të grupeve të interesit brenda protestuesve të cilët me dëshirën e tyre që të arrijnë të kapitalizojnë apo të zëjnë vend politikën e Shqipërisë, vjen deri tek zvoglimi i votuesve dhe do të thotë mos arritja e qëllimit saktë. Do thotë mungesa e kësaj proteste ka qenë se s'ka pas udhëheqësh në fillim, nuk i nënu njerëz me dalë deklarativisht, haptus, se cilat janë pikat të cilat janë të panegociueshme në arritjen e qëllimit. Dhe do të thotë kjo lëvizje tipike do të thoja e politikës së majt, e cila do t'i shkon më shumë mirë dhe më shumë t'i përshtati në të ardhmen zotëri Ramës. Pra Rama e kaloi edhe këtë lumë. Ja hodhi. Nuk është problemi që ka kaluar këtë, problemi është që zotëri Rama do të gëzon autoritetet dhe më të masës që ka, me mos kapitalizimin e gjithë kësaj mase e cila ka dalë në sheshën e Tiranës. Do bëhet më i fortë me këtë? Do forcoj pushtetin?
Sigurisht autoriteti i tij do të rritet edhe në sistemin ndërkombëtar edhe brenda Shqipërisë, sepse gjithë ky do thotë akumulimi i pakënaqësisë së qytetarëve i cili ishte bërë për një kohë të gjatë, pothuajse u doli dhe u zhgarkua kjo energji pa arritje të qëllimit. Dhe tani do të thotë për një kohë të gjatë nuk mendoj që do të ketë një kapacitet të tillë apo një përfshirje kaq gjithëpërfshirëse qytetare në ndryshimin e politikave të brendshme të shtetit të Shqipërisë. Rajonin tërësi si e shikon